Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e ditës së parë, ditës së muajit, data 1 korrik 2026. Fillon një cikël i ri dhe neve fillojmë një cikël të ri. Nga të gjitha drejtimet. Pikërisht në këtë periudhë, pikërisht nga data 1 e në vazhdim do keni mundësinë që neve të flasim në detaje, jo vetëm për një të parashikim ditor, por tema të rëndësishme çdo ditë. Parashikimet të rëndësishme çdo ditë për gjithçka juve intereson. Sepse duke bërë një përmbledhje dhe duke bërë një sondazh, juve kërkoni shumë mbi astrologjinë të mësoni dhe është e drejta juaj të besoni. Dhe ju falenderoj pa mas që juve shikoni parashikimet e Europullës dhe prisni kur dal parashikimi ditor, javor, mujor, tema të rëndësishme, por të gjitha do të keni këtu dhe do shikoni shumë gjëra të tjera. Dhe së shpejti, dhe po të shikoni, kemi dhe diçka tjetër që është dhe astroshop, ku atje do shikoni dhe gjithçka në detaje dhe se si mund të merrni dhe si mund të shkruani gjërat që doni dhe të merrni gjërat që ju interesojnë. Data 1 korrik 2026. Çfarë na ofron? Kemi një muaj që fillon me një klim mjaft ndikuese dhe jo plotësisht e qartë. Sepse Mërkuri është në retrograd në Gafore dhe shumë çështje që lidhen me familjen. Shumë çështje që kanë të bëjnë me shtëpinë, emocionet, nga e kaluara, marrëdhënie të afërta dhe vendime personale kërkojnë rishikim. Kjo nuk është një ditë që mund ta kalojmë pa kuptuar ose pa vëmendje. Duhet shumë vëmendje madje sepse lidhet me familjen, banesën, dokumentat e shtëpisë, blerje të mëdha, zhvendosje ose biseda emocionale që mund të hapin plagë të vjetra. Është më mirë të dëgjojmë sa të flasim. Po të vini re këtë fjali, unë e them në dritare që unë jam të ndryshme. Dhe një nga këto gjëra unë falenderoj pamas që më ndiqni në çdo dritare që unë jam. Pra ata që unë them dhe kështu siç jam. Ajo që do të keni në lidhje me punën, mirë është të rikthehemi informacioneve dhe të mos veprojmë me nxitim. Ndikohen më shumë shenjat siç janë Gaforja, Britsjapi, Dashje dhe Peshorja. Sidomos të lidhjet të tretë ose ata që kanë ascendente dhe planete personale në këto shenja. Për këtë shenja dita mund të sjellë rikthime të një teme familjare, një bisedë e vjetër, një shqetësim emocional ose një vendim që nuk është ende gati të mbyllet. Dita është e mirë për rishikime, për të rregulluar gabimet, për të parë dokumenta të vjetra, për të folur me familjet me qetësi dhe mundësinë që do të jepet, për të bërë plane për shtëpinë, për të rikthyer në biseda që kishit mbetur pezull dhe për të kuptuar më mirë çështjet që ndjejmë realisht kush jemi dhe çfarë duam të ofrojmë. Nuk është dita ideale ose gjëra që neve kërkojmë ose duam të bëjmë përsa përket gjërave të rëndësishme ose nënshkrime të rëndësishme, shtëpie, familje, gjërat që duhet të bëjmë, ndryshojmë familje, domethënë nga një vend tjetër me gjithë familjen, ose kemi disa gjëra që nuk na duhen për momentin. Nëse duhet të merrni një vendim, kontrolloni çdo detaj 10 herë para se të vendosni. Nuk është diçka që është Mërkuri në retrograd dhe ndodh kjo gjë. Jo, miqtë e mi të dashur. Por është koha, momenti sepse kur kemi Mërkuri në retrograd, Jupiterin gjithashtu, Neptunin gjithashtu, Saturni që është mësuesi i universit, Neptuni në krahun tjetër, na thot që shikoni, sepse kjo është gabim. Ndreheni se do ta gjeni përpara. Vërtet juve jeni të pastër, por të tjerët janë siç jeni juve. Tu është çështja. Pra kjo bën që juve të jeni kujdesshëm në gjërat që doni, në gjërat që keni, në gjërat që kërkoni dhe dëshironi. Tani, para se të filloj me parashikimin e 2 mëshirave zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një herë për të gjithë juve të rishikues të nderuar, ku do ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në
astrologo.al, faqja Ros shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar për gjithçka juve dëshironi. Duke bler paketën tuaj dhe numrin për kartës të blerjes, jeni gati për të dërguar një mesazh tek sekretaria apo emailin tuaj dhe jeni gati pastaj për të folur bashkë nëpërmjet WhatsAppit. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që do thotë shenja e dashit. Përsa përket shenjës së dashit, duket se ka diçka shumë pozitive, ndikimet dhe favorizimet, mundësitë dhe kohën e duhur mbi atë çka dëshironi, mbi atë çka juve kërkoni dhe jeni gati për të përgjigjur kërkesave dhe gjërave të rëndësishme që juve keni në fushën e karrierës suaj dhe jo vetëm. Në fushën e dashurisë, tani për tani, keni një mundësi shumë të mirë në lidhje me takimet, në lidhje me bisedimet të rëndësishme që do të keni tani e tutje, sepse është koha juaj, është momenti më i mirë dhe më pozitivi i qenë ndonjëherë. Në anën e dashurisë, duket se me bricjap dhe me peshore, është koha juaj momenti më i mirë i mundshëm përsa përket çështjeve që juve keni. Vijojmë tek shenja e radhës, si do thotë shenja e demit. Për juve të shenjës së demit, me qenë se demi nga njëra anë favorizon mënyrën, mundësinë, kohën dhe gjërat e tjera që do të ketë tani e tutje. Nuk diskutohet, nuk vjen dyshim që çfarë ka të bëjnë në anën tuaj, por nga ana tjetër është një periudhë mjaft ndikuese dhe shumë pozitive mbi ndryshimet që juve keni, mbi periudhën që juve ju jepet, sepse është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive mbi çështjet madhore që kanë të bëjnë në lidhje me ndryshimet dhe marrjen e vendimeve të rëndësishme. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me bricjapët dhe diçit të parë, binjakët dhe diçit të tretë, por me akrep është vetjeta, mirë është të rishikoni, sepse muaj korrik, dita e parë e muajit për juve është haja dhe xheja. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ajri, tek një shenjë që ka ndryshime dhe ndikime shumë të mëdha, që do thotë binjakët. Binjakët e dashur, nëse është mundësia dhe koha, juve filloni të ndryshoni shumë gjëra në jetën tuaj, në përditshmërinë tuaj. Është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive për të zgjeruar biznesin tuaj, për të nisur diçka të re, është dhe koha juaj dhe momenti. Edhe pse disa vështirësi që mund keni nga njëra anë, por nga ana tjetër keni disa probleme të mbartura dikur, dhe kjo është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive mbi realizimin dhe konkretizimin e punës suaj, por dhe një lajm shumë i mirë që mund të merrni është ajo e një pune të re ose burim të ardhës të dyta është mundur për juve. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dem dhe me akrep të diçit të tretë është perfekte. Vijojmë tek shenja e radhës, si do thotë shenja e gaforës. Përsa i përket gaforeve, me qenë se gaforet duket se kanë një kohë përshtatshmërie, kanë një kohë vazhdimësie, sepse të gjitha gjërat ose periudhat ku ndodhin fenomenet, është momenti më i mirë i mundshëm, momenti i artë, them unë, mbi atë çka ndodh, mbi atë çka është në lidhje me çështje ekonomike financiare, lidhje me biznesin, lidhje me karrierën. Lidhje me karrierën duket se disa ndryshime, disa takime, disa bisedime, disa mundësi të arta që juve keni dhe ana pozitive e juaja që do të diktoj, do të ndikoj mbi atë çka jeni, mbi atë çka keni, sepse është koha dhe periudha më e mirë e mundshme për juve të kësaj shenje, sepse ndikimet, favorizimet, mundësitë dhe periudhat do jenë shumë të mira në vazhdimsi. Lidhja sotme shihet shumë për respektin dhe kohën e duhur për nisma të reja, por gjithashtu dhe të mbyllur të vjetrat. Në fushën e dashurisë duket se keni të bëni me akrep dhe me peshk të diçit të tretë. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese dhe shumë pozitive që do të thotë shenja e luande. Luan të dashur, duket se kjo periudhë është një nga periudhat që vërtet ndryshojnë, ndikojnë
në lidhje me çështjet ekonomike, çështjet e ndryshimit të madh të mundësive të artit që kanë dhe ekonomia. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dashjet e ditës së parë, taforet e ditës së tretë, përgatituni sepse keni dhe gjëra të mira për t'i realizuar dhe diskutuar me njëri tjetrin. Shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e virgjëreshës. Virgjëresha duket se kanë shumë plane, dhe plana fagjat, nuk e diskutoj, kanë një ndikim shumë mirë mbi atë çka janë dhe mbi ata çka kërkojnë. Rezultate e punës e karrierës, ndryshimit dhe të vendimit të madh që do të keni, është një moment mjaft i mirë, korrekt nga ana juaj, korrekt nga gjërat e mëdha që keni dhe mundësitë të arta që vijnë. Nuk e diskutoj, nuk e vend dyshim për arsye të punës suaj dhe të çështjeve të karrierës dhe të vendimeve që do të merrni. Vërtet është një kohë shumë e përshtatshme e tepër ideale për të bërë zgjedhjen e duhur në anën ekonomike, zgjedhjen e duhur në çështjet e financave dhe të biznesit, në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëm të ditës së parë dhe me bricjap të ditës së tretë është perfektja, një kujdes të veçantë do të bëni me shigjetar të ditës së dytë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ekskluzive, do ta thosha unë, që do thotë peshorja. Peshorja duket se kanë mënyrën, kanë mundësinë, kanë kohën e duhur për nisma të reja, sepse lidhet me anën ekonomike financiare, lidhet me një ndryshim shumë të madh që ata kanë, një moment mjaft i mirë mbi rrezatimin dhe ndryshimin, kohën dhe vendimin që ata marrin në një farë mënyre, është një nga periudhat më të arta, më pozitive, më ndryshime të mëdha, me ndikime të mëdha, sepse lidhet me anën e pozicionit të planeteve, lidhet me takimet edhe bisedimet, lidhet me një mundësi të artë që keni, por dhe koha është në favor dhe jo disfavor. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me dëm dhe me akrep të ditës së tretë është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e akrepëve. Akrepët duket se tani për tani janë në qendër të vëmendjes për arsye të punës tyre, por jo se diçka ka ndodhur ose të tretët flasin, të tretët bisedojnë dhe kanë një ndikim shumë të madh, kanë një tutje ku gjërat janë mjaft pozitive, ku gjërat janë në anën e tyre, nuk e diskutoj, nuk e vend dyshim për një mijë arsye, sepse kjo është periudha, kjo është koha ku gjërat janë në favorin tuaj. Është një nga mundësitë më të arta, është një nga mundësitë më të mira për zgjidhje të problematikave dhe të ndryshimeve të mëdha që juve keni në punën tuaj, keni në anën e financave, keni në biznese, edhe në shumë gjëra të tjera. Por gjithsesi akrepët kanë mundësinë dhe kohën tani në fillim të këtij muaji dhe ndikimet më të mëdha do t'i zgjidhin tani e tutje. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëmt të ditës së parë, që kanë përballë, por edhe me bricjat të ditës së tretë kanë diçka shumë të rëndësishme. Vijojmë tek shenja e radhës, do thotë tek shenja e shigjetarëve. Për shigjetarët do thosha që me një fjali, puna dhe ndryshimi është në rrugë të mbarë. Muaj të mbarë, ditë të mbarë në çdo aspekt e keni. Jeni me fat në këtë ditë. Pini pas, mos e vini pas dore. Çështje shpirtërore, lidhjet me virgjëresh, me peshk dhe me dash është koha juaj, misioni juaj. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e bricave. Bricave të dashur, nëse keni mundësinë dhe kohën e duhur mbi ndryshimet dhe vendimet, kohën e mundësitë i keni në anën tuaj. Është një nga mundësitë më të mira, më të arta për zgjidhur problemin, më të arta për të arritur qëllimin tuaj, sepse është një kohë që përshtatet, është një kohë që rregullohet, stabilizohet dhe ndikohet në fushën e karrierës suaj, në fushën e punës suaj dhe jo vetëm. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me dëm të ditës së parë, në ujor të ditës së tretë, është perfektja edhe pse me pak vështirësi keni për t'ia dalë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e ujorit. Meqense ujorët tani për tani kanë disa mundësi, siç është e punës, është e karrierës, po edhe ndryshimit të madh. Lidhje me ndryshimin, nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar sepse keni mundësitë në lidhje me këtë çështje për të zgjidhur çdo lloj problemi në këtë fillim muaji. Dashuria, kujdes me gafore dhe me binjak. Koha është e juaja, por periudha që ndodhin fenomenet kanë ndodhur, janë të vështira, por zgjidhni sot, është koha juaj.
Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqeve. Peshë të dashur, nëse koha dhe mundësia janë dy gjëra të rëndësishme për juve, atëherë keni mundësinë dhe kohën tuaj në dispozicion. Zgjidheni, sepse është momenti, zgjidheni se është koha juaj për të bërë ndryshimin e madh. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me ujor dhe me dash është perfekta, një vëmendje do të bëni me shigjetar. Nëse keni mundësinë, zgjidheni si problem, por është lidhja juaj e dashurisë, e mundësisë dhe e kohës suaj. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj dite kaq të rëndësishme të fillim muaj të datës 1 korrik 2026. Muaj të mbar, ditë të mbar ju uroj. Por nëse dëshironi më tepër për këtë muaj, çfarë ndodh dhe çfarë sjell ky muaj në fejesta dhe martesa, ja ku është pra astrologi.al. Atje do shkoni gjithçka. Atje janë të gjitha gjërat që do të ndikojnë në çdo fushë, në çdo aspekt. Lexojeni astrologi.al. Do shikoni sepse surprizat nuk thohen, por shikohen dhe klikoni dhe gjërat janë të juaja dhe do më kujtoni për shumë arsye. Aty do zgjidhni gjithçka, atje doni gjithçka dhe duke zgjedhur paketën tuaj, shkoni tek sekretaria dhe atje pastaj mund të klikoni, të dërgoni emailin tuaj dhe më pas flasim bashkë në Viber apo në WhatsApp. Më njërë bëlla, gjithë mira.